aftësi të njëjta, të ngjashme. Në kuadër të festivalit teatror Xhexhu Fest 2025, sot në ambientet e teatrit Migjeni u zhvillua konferenca me temë Gruaja si autore dhe gruaja në media. E ftuar speciale ishte gazetarja Kozeta Kurti, e cila ndau përvojën e saj profesionale dhe sfidat me të cilat përballen gratë në krijimtari dhe media. Unë nuk jam njëri që i di të gjitha, nuk kam ardhur këtu as për të treguar se kush jam unë, por kam ardhur për të treguar që në të tërë këtë rrugëtimin tim 27 vjeçar, që nga viti 1998, kam pasur të bëj me gra dhe burra, dhe që në një farë mënyrë do jap një lloj përvoje, sepse në fund të fundit ky është një vend shumë i vogël që ne jemi të ngjashëm në përjetimet tona, në eksperiencat tona. Le ta shohim si një mundësi për të ndarë disa përvoja, gjithë secili ka të vetat, ka dëshira që projekton në të ardhmen. Unë kam filluar punën time pa e ditur se ajo do ishte ardhmja ime, ndërsa kam qenë vetëm nxënëse në vitin e 2 të shkollës mesme Gjergj Kastrioti në Durrës, kur në një takim si ky, eksaktësisht si ky, shkruaja për gazetën e shkollës në atë kohë, bëra disa pyetje dhe aty më ofrua puna e parë në radio, së cilës i thash po, pa e ditur fare se ç'a ishte dhe për më tepër që a do bëje ajo e ardhmja ime, a doja unë të bëhesha një njerëz që merrej me radio, me media. Thjesht mësova që atë ditë dhe deri sot që ne flasim bashkë të mos them kurrë jo. Në fjalën e tij drejtori i teatrit Migjeni Gerti Palali vlerësoi rolin e grave në skenën artistike. Shumë i lumtur që në ditën e dytë të festivalit Xhexhu Fest kemi edhe këtë workshop, këtë konferencë që të gjithë së bashku kena me ba një bashkëbisedim mbi temën e gruas në media, gruaja si autore. Do bëjmë gjithë së bashku në ndërtimin e Kozeta Kurtit. Konferenca u mirëprit nga pjesëmarrësit, ndërsa festivali Xhexhu Fest premton aktivitete dhe performanca të shumta artistike në vijim.